Në qytetin e Korçës kanë nisur zyrtarisht punimet për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Tamara Nikolla, një investim madhor që synon të transformojë plotësisht këtë hapësirë sportive. Projekti i mbështetur nga Bashkia Korçë dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka një vlerë mbi 335 milion lekësh dhe parashikon ndërhyrje të thella në të gjitha komponentët kryesor të godinës. Është një rikonstruksion total, çdo gjë, që nga ambientet e sportistëve, zyrat, fusha, ngroja ftoja që për ne ka qenë problem shumë i madh, fasadat, çdo gjë. Ky rikonstruksion do ta kthejë Pallatin e Sportit në një ambient modern, funksional dhe në përputhje me standardet bashkëkohore për zhvillimin e aktiviteteve sportive kombëtare e ndërkombëtare. Ne shpresojmë që të organizojmë dhe ndeshje ndërkombëtare, Ballkaniada, kampionate europiane, sepse tashmë do t'i plotësojmë kushtet dhe besoj se po, do të kemi. Punimet do t'jenë tërësore duke nisur nga forcimi i themeleve, rikonstruksioni ambienteve të brendshme dhe fasadës, instalimi i sistemit elektrik të ngrohjes dhe aspirimit, si dhe ndërtimi i një shtesë kati për hapësirat ndihmëse. Sipas projektit, afati i përfundimit të punimeve është 18 muaj.